Çdo qytetar që dëshiron të denoncojë një rast korrupsioni apo çdo lloj problemi në raport me funksionarë shtetëror tashmë ka mundësi të kontaktojë drejt për drejt kryeministrin Edi Rama si dhe të gjithë anëtarët e kabinetit të tij në faqe zyrtare në rrjetin social Facebook, ku është krijuar një aplikim i posaçëm, Kutia e shërbimeve publike. Në një postim në rrjetin social Facebook, lideri i mazhorancës së Rama u ka bërë thirrje qytetarëve të mos ngurojnë të përcjellin drejt për drejt problemet me zyrat e shtetit. Pak orë pas këtij postimi, zëvendës kryeministri Niko Peleshi ka sqaruar nismën për krijimin e kësaj kutie të posaçme. Ju ftojmë të përdorni këtë instrument të ri, këtë aplikacion të ri, Kutinë e shërbimeve publike, si një mundësi për të ushtruar presionin e nevojshëm pozitiv, duke rritur transparencën, duke zbuluar për mirë apo për keq çdo rast të një reagimi jo të përshtatshëm të një zyrtari. Sipas Peleshit, qeveria shqiptare synon që nëpërmjet reformave të rrisë transparencën dhe cilësinë e ofrimit të shërbimeve.